Sot kam bërë byrek me presh. Ejani ta shikoni hap pas hapi se si e kam përgatitur. Në vaj ulliri kam skuqur 1 kg presh të pastruar, të prerë në copëzat e imta, e kam shtuar krip, një gjysmë gotë ujë që të zbutet mirë, shumë piper dhe një dorë oriz. Bushja është gati, më pas kam përgatitur brumin me miell, ujë të ngrohtë, një lugë vaj ulliri dhe krip. Brumi bëhet i butë dhe e lë të pushoj 15 minuta përpara se ta hap. Kam bërë nga brumi 24 kulaç. Mund ta bëni edhe më pak, por unë kisha dëshirë që ta bëja me shumë kulaç që të dali shumë i shkrifët. Më pas, me një seshte i kam hapur petët një nga një, pak më të nda se sa pëllëmba e dorës. Ja ku janë 24 petë dhe më pas i kam ndarë në grupe me nga 12 petë, në 2 grupe dhe i kam lyer çdo petë ndërmjet me vaj ulliri. Kam hapur grupin e parë të petëve, që është pjesa e poshtme, dhe e kam vendosur në tavën e lyer edhe ajo pak më përpara me vaj ulliri. Brenda mbushjen, pastaj kam hapur petën e dytë, e kam vendosur sipër, duke u siguruar që t'i mbyll bordurat mirë, edhe pak fare vaj ulliri sipër dhe në furrë të parangrohur 200 gradë. Pjekja është bërë perfekte, siç e kuptoni. Pas pjekjes e kam përmbysur në një tavë tjetër dhe e kam mbuluar me letër alumini. Kjo bën që byreku të jetë i butë, por jo i qullët. Mendoj që e kam bërë fantastik.